Turizmi kulturor përshikohet gjithnjë më shumë si një pikë kyçe për zhvillimin e gjithë sektorit në vend. Në një inspektim të rikonstruksionit në qendrën e Ardit Vaçezela në Lushnjë, zëvendëskryeministria, njëherësh ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balloku, tregoi se punimet do të mbyllen përpara fillimit të sezonit turistik. Atëherë ne tentojmë fund qershori fillim korrikut, që të mbyllet të dorëzohet. Para fillimit të sezonit. Do tentojmë që në shpezonin e ri turistik kjo të jetë në funksion të gjithë aktiviteteve. Të avancuar janë të gjitha. Ato janë porositur, praktikisht është porositur skena në Itali. Në diskutimet që kam pasur me kryetaren e bashkisë, gjatë gjithë kohës ajo ka vetëm një merak për sa i përket procesit të rikonstruksionit, që sigurisht është duke ecur shumë mirë. Merakun e hidroizolimit, që ka qenë problemi kryesor i këtij amortizimi. Pasi nga ç'duket që ndërtim ka pasur problematika të tilla që kanë bënë edhe me bodrumet, por edhe me soletën, pra me terracën. Rekonstruksioni i qendrës së Ardit Vaçezela ka filluar që prej tetorit të vitit të kaluar, me një afat kozgjatje prej 12 muajsh. Kjo qendër Ardi është ndërtuar që në vitin 1947. Vlera investuese për këtë projekt është 143 milion lekë pa TVSH.